të lartë, me figurë, s'ka idealizëm. Prapë mua ka nisur lëvizje politike për ta bërë diçka më të mirë. E ftoj Basha 2018 brenda 24 orëve e braktisin një punë 2 vjeçare. As idealizëm s'ka fare. Pra ju e njeni personalisht? Po personalisht e njoh, dhe është turp, që ai mua nuk prezanton kur. Dhe e di ku të përfundoj kjo protestë. Pse e bëri këtë? Na tregojnë tërmit, ta tregojnë çka ka prerë ky. Ky mburaveci. Edhe do të kemi të gjithë diskursin perëndimor të kemi. Shqipëria e re do të shkojë kundër Amerikës. Pse duhet këtë prerë, të marrim me rap? Se ka niku me trimërin që ky ka bërë namin e madh. Çka ka bërë kë? Namin e madh ky trimi i madh. Çka ka bërë kë? Bashkë me të spurdhje që mendojnë se mund të losin me kartën e patriotizmit deri në të pikë. A ndajmë dot njojën tuaj personale ose përballjen me atë se çfarë ndodh në protestë? Po, kur e kam parë, në sekond kam thënë, edhe po them edhe çka kam thënë në status timin, se unë kam një, më mbrapa kanë xhirë Rama këto, mos tash, kur e kam parë atje. Direkt kam thënë, plasi mishi i dhis protest. Intrigantët anti-amerikanë, shërbëtorë të Ilir Metës më në fundë nxorën kokën. E pafaqshme që të ndodhë kjo. Pra, në atë protest... Pse shërbëtorë Ilir Metës? Ilir Meta sot është në hallën e vetë, në punë vetë, u përballë me... Ata mbaj ti në hallët ati, unë se mbaj. Nësë mbajmë gjithë të tili mba në hallët e veta. Mbaj pra ti për të temë. Nuk është hallë vetë fare Ilir Meta. Ilir Meta në ka tosë qorbën që ati ku është. A kanë lidhje... E beson këtë që Ilir Meta nga burgu për ndikon këtu? 100%. A kanë lidhje njerëz të Irfanit atje apo jo? Çfarë lidhje ka Meta me Irfanin dhe kë person duhet të nxjerrin më pas ka pas, me sa po shohun.